Ofensiva toksore nisur nga Izraeli në zemër të qytetit të Gazës është paralajmëruar se do të zgjasë për disa muaj. Të dhënës së ushtrisë izraelite thonë se operacioni do të ketë dy faza, fillimisht marrjen në kontroll të zonave kryesore dhe më pas eliminimin e rrjedhjet të tuneleve dhe depove të armëve që ndodhen në infrastrukturën civile. Në terren situata është e rëndë, ndërsa reagimi ndërkombëtar vjen me tona alarmi për ndaljen e dhunës. Sipas ushtrisë izraelite, në veri të Gazës ndodhet një infrastrukturë komplekse tunelesh që lidh qendrat e komandës dhe depot e raketave të Hamasit. Ekziston një rrjet i gjerë tunelesh në rrugë që lidhin qendrat e komandës, raketat dhe depot të armëve. Të gjitha këto janë fshirë qëllimisht në infrastrukturën civile, deklaroi një zëdhënës ushtarak. Izraeli vlerëson se në qytet ndodhen midis 2000 dhe 3000 luftëtar të Hamasit, megjithatë këto shifra nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ndërkohë në Bruksel, Bashkimi Evropian reagoi me tone të forta kundër ofensivës. Ndërhyrja ushtarake do të çojë në shumë shkatrime, në shumë vdekje dhe në shumë shvendosje, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian, duke shtuar se situata humanitare tashmë katastrofike mund të përkeqësohet më tej dhe të rrezikojë jetën e pengjeve që ndodhen ende në duart të Hamasit. Komisioni Evropian njoftoi gjithashtu se po përgatitet propozime për vendosjen e sanksioneve ndaj ministrave ekstremistë dhe kolonëve të dhunshëm në Izrael, ndërsa i rekomandoi shteteve anëtare pezullimin e marrëveshjes tregtare me Tel Avivin. Presidentja Ursula von der Leyen e cilësoi situatën urgjente dhe tha se propozimet për sanksione do t'i paraqiten së shpejti vendeve të BE-s. Në të njëjtën linjë, Komisioni i Lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit u shpreh në Gjenev se përshkallëzimet e mëtejshme të dhunës është plotësisht dhe absolutisht e papranueshme. E vetmja përgjigje është ndaloni masakrën, tha ai, duke shtuar se ekzistojnë prova në rritjen për krime, lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në territorin palestinez. Ndërsa Izraeli paralajmëron një operacion të gjatë dhe të ashpër kundër Hamasit, thirrjet e komunitetit ndërkombëtar për ndërprerjen e dhunës vijnë paralelisht me frikën për një katastrofë dhe më të madhe humanitare në rripin e Gazës, ku miliona civil janë bllokuar mes bombardimeve dhe mungesës së ndihmës jetike.